Përshëndetje të gjithëve, si që kisha paralajmëruar, jemi këtu për një live në Facebook dhe Instagram për të folur së bashku atë që po ndodh në fakt në këtë moment në Shqipëri. Për ata që më kanë ndjekur, është e qartë që këtu kemi të bëjmë me një moment historik për Shqipërinë, për herë të parë të korruptuarit, pushtetarët që kanë vjedhur qytetarët shqiptar, po dalin para drejtësisë, duke i praktikisht e pamundur që kjo të ndodhte. U deshën vite, pastaj një punë e gjatë, pati shumë dyshime në fakt në lidhje me sa e mundur do ishte që kjo të ndodhte në Shqipëri, sepse nuk ishte ndodhur kurrë që ministra, ish ministra, ish kryeministra, ish president, apo dhe ministra në detyrë, apo zvendës ministria në detyrë si në rastin e Belinda Ballukut, të dilte para drejtësisë për gjithë ne, për gjithë shqiptarët, kjo duke e pamundur. Ja që kjo po ndodh, dhe tani që po ndodh në fakt, tani që SPAK-u po merret seriozisht me luftën kundër korrupsionit, politika po reagon. Imagjinoni, Belinda Balluku ishte shpallur e pandehur nga drejtësia dhe Edi Rama bëri sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Nuk dha asnjë përgjigje, thjesht tha, nuk e komentoi. Por kjo nuk mjaftoi për SPAK-un. Para disa ditësh SPAK-u kërkoi masën e sigurisë së pezullimit nga detyra dhe ndalimit të pasaportës, dhe pavarësisht saj, Edi Rama çfarë bëri? Thjesht u mbyllën dije gjatë gjithë ditës në zyrë për të thurur strategjinë se si do t'i shpëtonin drejtësisë, dhe në fund dolën me një vendim. Dhe vendimi ishte që Edi Rama do ta mbrojë Belinda Ballukun, sepse e di shumë mirë që pas Belinda Ballukut do shkojnë tek Edi Rama. Dhe çfarë bëri? Bëri në fakt atë që kishte përgatitur, një reagim që kishte përgatitur dhe me Erion Veliajn. Praktikisht tha që do shkojë, do i drejtohet gjykatës kushtetuese. Praktikisht i shpalli luftë SPAK-ut dhe do përdori gjykatën kushtetuese për të mbrojtur nga drejtësia, për të mbrojtur nga SPAK-u. Në fakt, nëse e keni ndjekur, me urgjencë kanë bërë kërkesën dhe që javën që vjen, brenda 10 ditësh, ka thënë Edi Rama, do merret vendimi, kërkesa e Edi Ramës për të pezulluar vendimin e pezullimit të Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre. Tani fillojmë me pyetjet. Shikojmë, jemi live, siç thash, edhe në Instagram, por edhe në Facebook. Më duhet të ndaloj një sekondë pyetjet. Thot si shpjegohet që thot Bernard Goxhaj, si shpjegohet që deklaratat e dërguarës së BE-s gjasojnë si të jenë të Eliza Spiropalit. Tani, Bernard, unë mendoj që ne nuk duhet të merremi me deklaratat e të dërguarës së Bashkimit Evropian për një arsye shumë të thjeshtë. Ne duhet të merremi me Edi Ramën dhe duhet të mbështesim drejtësinë. Atë kemi të bëjmë me deklarata diplomatike, nuk e di se çfarë presin nga opozita tjetër, nga PD-ja apo partitë e tjera opozitare, mase presin që të vi një diplomate dhe t'i kërkoj Edi Ramës që të largohet, apo t'i thotë që ti je i korruptuar, apo t'i thotë që Belinda Balluku është e korruptuar. Nuk mund të presim këtë gjë. Ne duhet të bëjmë atë që na takon. Duhet të mbështesim drejtësinë, duhet të mbështesim SPAK-un në luftën kundër korrupsionit. Dhe çdo përqendrim të vëmendjes në çështje që nuk kanë të bëjnë me këtë gjë. Mos harrojmë, ne jemi në një moment historik. Kur më përpara nuk ka ndodhur që të korruptuarit të dilnin para drejtësisë.
Ky është një moment jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Nuk është një moment për të marrë me të dërguar në Bashkimit Evropian. Ne duhet të merremi me atë që po ndodh. Po ndodh një përplasje e madhe midis drejtësisë dhe Edi Ramës. Edi Rama e ka kuptuar që i ka ditët e numëruar në pushtet, sepse ajo që po ndodh Edi Ramës dhe do i ndodhi Edi Ramës është e njëjta gjë që ka ndodhur në shumë vende të ish Bashkimit Sovjetik ose le të themi të lindjes së Evropës. Dhe unë nuk besoj se opozita në ato vende është marrë me të dërguar në Bashkimin Evropian. Është marrë me të korruptuarit që i qeverisin, është marrë me mbështetjen për SPAK-un. Ne jemi vetmja forcë politike që kemi bërë një protest në mbrojtje të SPAK-ut. Askush tjetër nuk e ka bërë. Do dëgjoni çuditëra. Në fakt, tani që ka filluar kjo përplasje, do dëgjoni analistë që do sulmojnë SPAK-un dhe do ju shpjegojnë shqiptarëve se si kemi të bëjmë me një republikë prokurorësh, do ju flasin për grusht shteti, do dëgjojmë edhe çuditëra të mëdha dhe nga opozita që nuk e pranon dot faktin që drejtësia po vepron në të dyja drejtimet, edhe kundër majorancës, po dhe kundër ish pushtetarëve, sepse ne nuk mund të duartrokasim kur SPAK-u të merr të pandehur Belinda Ballukun apo Erion Beliajn dhe pastaj t'i shajmë kur me të drejtë akuzojnë edhe ish pushtetarët. Drejtësia nuk njeh ngjyrë dhe kështu duhet të jetë. Dhe duhet ta ndajmë mendjen. Ose jemi me drejtësinë, ose si jemi me drejtësinë. Tani, se në fakt janë shumë pyetje dhe ju falenderoj të gjithëve dhe më duhet i gjej këto pyetje. Atëherë, kam një pyetje, një sekond. Atëherë, vazhdoj me pyetjet. Është një pyetje, po kjo më duket një pyetje kush të jep këtë forcë. Mos u ndal se do bjerë. Ne këtë po bëjmë, po punojmë. Pak nga pak, unë jam i bindur që do ja dalim. Se për çdo gjë duhet punë, këmbgulje dhe pak sakrificë. Tani, do doja pyetje në fakt më shumë se komplimente, pavarësisht se u falenderoj gjithë për të komplimentet. Një pyetje. Shumë mirë. Thot, Fatbardha Kryemadhi, Agron përshëndetje, unë kam një pyetje. Çfarë lidhje ka gjykata kushtetuese me sulmin ndaj SPAK-ut? Është shumë e thjeshtë Fatbardha. Praktikisht gjykata ka kërkuar, si fillim e ka marrë të pandehur Belinda Ballukun. Dhe qeveria pritej që ta shkarkonte ose që ajo të jepte dorëheqje. Qeveria nuk e bëri. Edi Rama nuk e shkarkoi Belinda Ballukun. Mos harrojmë që flasim për një zëvendës kryeministre, e cila është akuzuar se ka abuzuar me paratë e qytetarëve shqiptar. Tani kuptohet që nëse një zëvendës kryeministre ka një akuzë të ngritur dhe është e pandehur me një akuzë kaq të rëndë, qartësisht duhet të largohet sepse rreziku është që mund të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Por Belinda vendosi të qëndrojë. Edi Rama vendosi ta mbajë. Dhe çfarë bëri SPAK-u? SPAK-u kërkoi një masë sigurie më të rëndë. Tha, ti nuk do ta largosh, atëherë ne po kërkojmë pezullimin nga detyra. Kjo e parashikon ligji këtë gjë. Pezullimin nga detyra dhe bllokimin e pasaportës. Edi Rama çfarë bëri? U mbyllën dje gjithë ditën dhe vendosën të mos ta lëshonin Belinda Ballukun, siç e kërkon SPAK-u, siç e kërkon drejtësia. Drejtësia kërkon që Belinda Balluku të gjykohet, të dali para drejtësisë si një qytetare e thjeshtë, e zhveshur nga pushteti. Dhe cila është arma e fundit që ka Edi Rama për të luftuar SPAK-un dhe për të ndaluar kapjen e Belinda Ballukut? Gjykata kushtetuese, sepse duke i drejtuar gjykatës kushtetuese, Edi Rama i kërkon gjykatës kushtetuese që të ndaloj urdhrin e SPAK-ut dhe mendimin e GKK-s, duke deklaruar sipas Edi Ramës që një pushtetar si Belinda Balluku, si Edi Rama apo si ndonjë ministër tjetër, nuk është, le të themi, ndaj atij nuk mund të merren masa sigurie, për sa koha ai është në detyrë. Kjo është, me pak fjalë që ta bëjmë të thjeshtë. Duan t'i lidhin duart SPAK-ut dhe duan që t'i japin vetes dhe antarëve të qeverisë një imunitet absolut, që për sa kohë ata janë në detyrë,
ata duhet të jenë të paprekshëm. Dhe ata mund të ikin vetëm kur të merret një vendim i formës të prerë. Praktikisht, gjithë qytetarët e thjesht mund të arrestohen edhe para marrjes së një vendimi të formës së prerë. Edi Rama, Belinda Balluku, Erion Veliaj dhe kështu me radhë, ata jo. Ata janë të paprekshëm për sa kohë nuk ka një vendim të formës së prerë për të cilin mund të duhen vite. Kështu që i bie, Edi Rama thot, s'ka rëndësi se çfarë ka thënë Belinda Balluku në për mesazhe, si kanë falsifikuar tenderat, disa tendera, sepse ka disa dosje mbi Belinda Ballukun, ajo do të vazhdoj të qëndroj në detyrë. Kjo është dhe qartësisht një vendim i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese, vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen nga të gjithë. Kjo është në fakt një goditje e vërtet ndaj nga i sistemit gjyqësor, sepse prandaj kur ndodhi vendimi me Erion Veliajn, prandaj thash, shikoni, Edi Rama ka kampur gjykatën kushtetuese, po përdor gjykatën kushtetuese për të nxjerrë nga burgu Erion Veliajn. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte skandaloz në rastin e Erion Veliajt, sepse gjykata kushtetuese praktikisht tha që një kryetar bashkie, pavarësisht se arrestohet apo mund të arrestohet për korrupsion, ai nuk mund të shkarkohet deri sa t'i mbarojë mandati. I bie që në një kryetar bashkie, nëse kapin pas 6 muajsh që i ka vjedhur qytetarët shqiptar, ti nuk e largon dot, të ta mbash edhe 3 vite gjysmë të tjera deri sa t'i mbarojë mandati. Ky është skandali i vërtet. Tani kalojmë te pyetjet e tjera. Atëherë thot, për shembull, thot Glindit 06, Zoti Agron, sa besoni në SPAK? A mendoni se do mundet t'i arrestojnë politikanët e korruptuar, sepse me Erion Veliajn punën nuk e bën aq mirë? Pikërisht ky është mashtrimi. Nuk është e vërtetë që nuk e bën punën aq mirë. Por nga që kontrollojnë të gjitha mediat dhe dalin analistë të paguar për ditë dhe sulmojnë drejtësinë dhe nxjerrin Erion Veliajn si viktim, kur viktimi janë qytetarë shqiptar, nuk është Erion Veliaj, na del Erion Veliaj sikur i është bërë, sikur arrestimi nuk është bërë në mënyrën e duhur. Jo, nuk ka patur asnjë gabim. Është gënjeshtër. Erion Veliaj është arrestuar në respekt të ligjit. Nuk është e vërtetë ajo që thot Edi Rama dhe analistët e tij të paguar për Edi Ramën, që Gjoja është arrestuar pa vendim gjykate. Nuk mund të arrestohet askush në Republikën e Shqipërisë pa vendim gjykate, sepse për Erion Veliajn janë marrë disa vendime gjykate, sepse për ta mbajtur të arrestuar për 9 muaj, pothuajse sa ka Erion Veliaj, nuk mund të qëndrojë në burg pa një vendim gjykate. Janë marrë disa vendime gjykate. Erion Veliaj ka patur mundësinë të apelojë vendimet e gjykatës që e kanë konfirmuar arrestimin, dhe ato nuk i ka dhënë të drejtë, se po mos kishte vendim gjykate, Erion Veliaj nuk do ishte në burg. Dhe në fakt, gënjeshtra më e madhe e Edi Ramës është pikërisht kjo, është pikërisht kur thot Erion Veliaj është marrë peng. Prokurorët, sipas Edi Rama thot, prokurorët e SPAK-ut kanë marrë peng Erion Veliajn dhe pastaj thotë që ne nuk e sulmojmë drejtësinë. Po çfarë do thuash më shumë se të thuash që në Republikën e Shqipërisë ne kemi prokurorë që marrin peng qytetar të ndershëm. Këto janë sulmet, kjo është balta, dhe fakti që mediat e përsërisin vazhdimisht, e thon analistë të paguar, normali që pastaj njerëzit thon po prit se po i bëjnë një padrejtësi Erion Veliajt, se nuk që nga e vërtet. SPAK-u pas ka gabuar, janë të gjitha gënjeshtra. Erion Veliaj është në burg sepse janë gjetur prova nga prokuroria, këto prova janë vlerësuar nga gjykata dhe kanë pranuar kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Erion Veliajt. Kështu që Erion Veliaj është në burg me vendim gjykate, nuk është i marrë peng. Tjetër pyetje, këtu jemi në Facebook. Atëherë, tani, kur të marrin mandatin e 5, atëherë shpjegoni, nuk na e mbrojtët votën. Tu flasim për mbrojtjen e votës në fakt, por unë mendoj që problemi më i madh nuk është votën
vota nuk tjetërsohet ditën e votimeve, këtë kemi diskutuar dhe është argument për të folur para zgjedhjeve. Problemi është që këta kontrollojnë media dhe me paratë e korrupsionit bindin qytetarët shqiptar që Shqipëria që zgjedhjet vidhen ditën e zgjedhjeve, kjo është një mashtrim që do shumë punë në fakt për ta përgjigjëstruar. E vërteta është që paratë që ata vjedhin në fakt, dhe duhet ta kemi të qartë, nuk është se i përdorin vetëm për të pasuruar. Paratë, vjedhjet e jashtëzakonshme në Shqipëri ndodhin sepse me ato para blejnë mediat, sepse me ato para manipulojnë opinionin publik. Imagjinoni, ishte e turpshme ajo që u dëgjua dje, nëse keni ndjekur, dalin analist, që vetëm analist nuk janë, edhe nuk e di se si munden njerëz të tillë pa pikë turpi t'u thonë shqiptarëve që arrestimi i Belinda Ballukut apo kërkesa e për masën e sigurisë, pezullimi i Belinda Ballukut na qen nga një grushteti. Vetëm njerëz pa turp që dalin në mbrojtje të korruptuarve, nuk e kuptoj se si mund ta bëjnë një gjë të tillë. Kanë turp ta njerëz, as kanë turp. Si mund të dalin të gënjejnë hapta, si mund të dalin dhe të marrin përsipër të mbrojnë pushtetar të korruptuar. Në vend që të thonë shqyqyr që pas 35 vitesh pandëshkueshmërie më në fund të pushtetarët e paprekshëm tani po dalin para drejtësisë, pas një lloj turpi, dalin dhe i mbrojnë, dhe dalin me i mbrojnë nuk është një, janë disa, janë tufa njerëzi që dalin në çdo televizion, i keni parë besoj dje në për debatet, ka është plot me analistë që relativizojnë, që i çorodisin njerëzit me teorira nga më të ndryshmet, që shumë e thjesht, janë të korruptuar dhe drejtësia i ka kapur dhe të gjithë janë të barabartë para ligjit. Fakti të qenit zëvendës kryeministre nuk mund të kesh imunitetin që të bësh çfarë të duash. Nëse vjedh të kapin, do të çojnë në burg. Kjo është, kështu funksionon në Perëndim dhe kjo duhet të ndodhi edhe në Shqipëri. Të gjitha të tjerat janë thjesht sepse ka patur prova për këtë gjë. Kështu që janë tentativa të kota. Unë jam absolutisht i bindur, pavarësisht tentativës e Edi Ramës të kapi SPAK-un nëpërmjet apo të ndaloj punën e SPAK-ut nëpërmjet vendimeve të gjykatës shtetuese, janë tentativa pa asnjë mundësi për t'ia dalë. Thjesht po përpëliten, thjesht nuk din nga t'ia mbajnë, është më se normale, nuk duhet të çuditemi që ata do tentojnë çdo mënyrë për t'ia dalë, çdo mënyrë për t'u shmangur drejtësisë. E njëjta gjë ka ndodhur në të gjitha vendet ku ish-kryeministrat janë akuzuar dhe janë dënuar. Nuk ndodh asnjë gjë në Shqipëri që është ndryshe nga çfarë ka ndodhur në vendet e tjera. Kështu që nuk duhet ta habitemi. Kudo kanë thënë të njëjtë gjë, kudo kanë nxjerrë analistët e shitur dhe që paguhen me paratë e korrupsionit të thonë që ja, tani këta po ndryjnë në një pushtet të pavarur, tani na dalin si viktima, janë këta viktimat. Agresori na që nga Dumani, nga që nga prokurorët, këta janë viktima. Të shkretët këta që i ka rënë qaf Dumani, i ka rënë qaf prokurorët dhe pa drejtësisht po i akuzojnë. Po bëjnë gjunaqarët. Imagjinoni, Belinda Balluku, që pa pikturpi erdhi në parlament me kokën lartë, me një arrogancë të pa imagjinueshme, që na bënte moralin, është viktima. Edi Rama dhe Belinda Balluku që kanë vjedhur qytetarët shqiptarë, kanë larguar pothuajse 1 milion shqiptar, janë viktimat e kësaj drejtësie sipas tyre që është e keqe dhe që po bën një grushteti. Imagjinoni narrativën e analistëve të Edi Ramës. Janë për turp, është skandal. Por sepse e bëjnë sepse nuk kanë më çfarë të bëjnë. Nuk kanë çfarë të bëjnë, do dëgjoni shumë akuza, shumë fyerje pa fund, shpifje. Imagjinoni kur arrestuan Erion Veliajin, çfarë bëri i vetëm Erion Veliaj kundër prokurorëve që kishin arrestuar. Rrethoi prokurorët apo e ruat, i kërcënonte nga burgu. Imagjinoni çfarë do bëj tani Edi Rama, se tani në shinjestër është pikërisht Edi Rama. Atëherë, kalojmë në pyetje tjetër tani edhe nga Instagrami, nëse arrim të gjejmë
Atëherë, si e parashikoni mendimin e gjykatës kushtetuese? Unë nuk jam në gjendje të bëj një parashikim, por ajo që di të them është që qartësisht Edi Rama po përdor shpresat i mbante gjykata kushtetuese, po ka mundësi që gjykata kushtetuese të arrijë deri në pikën sa t'i japi të drejtë dhe të përdoret totalisht nga Edi Rama si u përdor në rastin e Veliej, nuk e përjashtoj këtë gjë, por nuk besoj se ka për t'ja dalë, për këtë jam i bindur. Po merremi me vogëlsira, këto janë manovra të pakuptimta dhe që nuk kam për ta shpëtuar Edi Ramën, nuk ka shanse ta shpëtojnë Edi Ramën. Ky është një projekt afatgjat dhe një vendim që nuk është marrë në Tiranë, nuk do pyesin Edi Ramën. Është manovrat e Edi Ramës i kanë bërë shumë të tjerë që janë gjendur në të njëjtat kushte në të cilat është Edi Rama sot. Kështu që nuk ka asnjë shans dhe asnjë mundësi që me këto manovra Edi Rama t'ja dalë. Është çështje kohe, prandaj po them, ky është një moment historik për Shqipërinë. Ky është momenti ku shqiptarët po shikojnë dritën në fund të tunelit dhe ne duhet të shikojmë nga e ardhmja. Ky është momenti i shqiptarëve të ndershëm, që realisht duan t'ja dalin në Shqipëri me punë të ndershme. Kaq duan t'ja dalin në Shqipëri, duan të mos të emigrojnë, mos të ikin, po të jetojnë në vendin e tyre. Kaq duan të njihen të drejta. Asgjë më tepër. Atëherë, vazhdojmë. Atëherë, thot Astrid Macaj. Atëherë. Derisa është në hetim, a është i lishëm takimi në kryeministri? A rrezikon prishjen e provave? A rrezikon prishjen e provave? Atëherë, qartësisht rrezikon prishjen e provave. Është thjesht shumë mirë e the, momentin që Belinda Balluku o pezullua nga gjykata, Belinda Balluku nuk mund të hynte më në kryeministri, nuk mund të hynte më në ministri, sepse sot që flasim, Belinda Balluku nuk është zëvendës kryeministri, nuk është ministre, është një qytetare thjesht. Dhe si e tillë nuk mund të hynte në kryeministri. Dhe nëse ka hyrë në kryeministri si themi e njohur e Edi Ramës apo si një antare e Partisë Socialiste, që këtu kemi të bëjmë me një sulm ndaj drejtësisë, sepse një kryeministër që në vend të distancohet nga një ish bashkëpunëtore të saj, të tij, që akuzohet se ka vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar, çfarë bën? E merr në kryeministri dhe e merr në mbrojtje. Ai nuk është vendi i saj, ajo nuk mund të ri aty. Dhe jo vetëm që ajo mund të prish provat në fakt, por e gjithë Partia Socialiste, sidomos Edi Rama, mund të prish provat. Por një gjë është e sigurt, unë nuk e di e ka të qartë apo jo Edi Rama, por është e sigurt që sa më shumë mbron Belinda Ballukun, aq më shumë spaku do shkoj drejt Edi Ramës. Vazhdojmë prap me Instagramin. Atëherë thot Alab Mark. Atëherë, zoti Agron, përshëndetje, Belinda besoi që do të ketë përsëri ndihmë nga Edi Rama për të shpëtuar veten e tij dhe shumë të tjerë. Cila opozitë është në gjendje që të luftojë korrupsionin? Atëherë, çfarë kemi parë në fakt në këto 12 vjet, ka patur skandale korruptive pafund. Dhe nuk mund të themi që opozita nuk ka folur për këto skandale. Problemi është që opozita nuk mjafton. Luftën e vërtet kundër korrupsionit e bën drejtësia, dhe drejtësia po e bën tani. Dhe ajo që nuk shkon për opozitën, për të gjitha partitë opozitare, është që tani që spaku po vepron dhe drejtësia po vepron, opozita nuk është e gjitha si Partia Mundësia në mbështetje dhe në mbrojtje të drejtësisë. Por kemi pasur raste ku Partia Demokratike, përfaqësues Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike dhe partitë të tjera opozitare e kanë sulmuar drejtësinë dhe spakun më keq se çka bër Edi Rama. Ky është problemi, se i bie në këtë pikë që le të themi lufta kundër korrupsionit nuk paska qenë aq e sinqert nëse ti e lufton dhe pastaj kur vjen puna për t'i futur në burg, nuk mbështet ata që po i fusin në burg. Ky është problemi. Ne tani detyra opozitës është të mbrojmë të jemi në mbrojtje të drejtësisë dhe nga ana tjetër duhet të flasim për alternativë.
Ne duhet të bëjmë një alternativë. Është e papranueshme që në Shqipëri vazhdojmë dhe dëgjojmë që nuk ka alternativë. Është e paimagjinueshme. Ne duhet të punojmë çdo ditë që të bindim qytetarët shqiptar që nëse ikën Edi Rama, jo vetëm nuk ndodh asgjë e keqe, po ndodhin vetëm gjëra të mira. Kjo është vetëm një çlirim për gjithë Shqipërinë. Ore sikur të gjithë të zhduken brenda natës, nuk ndryshon asgjë e keqe për Shqipërinë. Përkundrazi, ndodhin vetëm, kjo është vetëm një mundësi, është një mundësi e ardhur për Shqipërinë. Dhe kjo ka përndodhur. Fatkeqësisht jo brenda natës, por pak nga pak po ndodh dhe duhet të vazhdojmë të mbështesim drejtësinë. Atëherë, vazhdojmë me Facebookun. Unë kërkoj ndjes se kanë ardhur shumë pyetje, por e kam praktikisht të pamundur t'i përgjigjen gjithëve. Atëherë, duhet të gjej pyetjet në fakt. Atëherë, thot Aleksi për shembull, ku kemi një kritik, gjejmë edhe një kritike. Agrona, thuaj çfarë plane ka partia jote, mundësia, mos jep lajme të burr, thot. Alex, të falenderoj shumë. Tani, fatkeqësisht, në kushtet që jemi, kur askush nuk shpjegon të vërtetën dhe mediat në nxjerrin Erion Veliajin si viktim dhe të marrë peng nga drejtësia, kur kjo në fakt nuk është absolutisht e vërtet, na duhet edhe të shpjegojmë dhe mos flasim thjesht me zlogane të korruptorit në burg dhe kështu me radhë. Cili është plani ynë? Plani ynë, Alex, është t'i japim Shqipërisë një qeveri të pakorruptuar. Unë e kuptoj që në Shqipëri kjo duket si një gjë e pamundur, sepse shqiptarët nuk kanë patur kur një qeveri të pakorruptuar, por ky është plani ynë. Duam ta bëjmë Shqipërinë një vend ku mund t'ja dalësh me punë të ndershme, Alex. Unë nuk e di me çfarë merresh ti, por unë ajo që shoh dhe ajo që kam parë në gjithë takimet që kam bërë, njerëzit duan të kenë mundësinë të jetojnë në një vend normal. Është shumë e thjeshtë. Duan thjesht të jetojnë në një vend normal. Dhe ne këtë po bëjmë. Një vend normal do të thotë të jetosh një vend ku mund t'ja dalësh me punë të ndershme, pa i shtrirë dorën askujt dhe pa patur asnjë mbikuriz që të ta bën jetën të pamundur dhe të detyron të ikësh. Atëherë, vazhdojmë me pyetje tjera. Kthehemi një sekond te Instagrami. Atëherë, te Instagrami të bëjmë pyetjet, si e parashikon vendimin u përgjigja. Po prap duan gjithë parashikime në fakt. Atëherë thotë, kjo është pyetje interesante në fakt. Valdete Elezi, thot Agron, unë kam frikë për ty, po ti a ke frikë se mos do bëjnë çmos të mbyllin gojen? Unë mendoj që kjo ka për të ndodhur, kam filluar të ta bëjnë dhe e kam bërë. Keni parë vetë presionin nëpërmjet mbyllën biznesin, thjesht e gjetën një pretekst sepse pronari i objekti që unë kisha marrë me kontratë notariale kishte shkelur lejen edhe mbyllën biznesin. Po pun t'jam një shembull të fundit, për shembull, ne dje bëm një protest para kryeministrisë, ishim të vetmi në fakt që bën një protest, ndërkohë që ata ishin aty duke diskutuar se si të shpëtonin Belinda Ballukun, dhe vajtëm thjesht për të thënë dorëzoni Belinda Ballukun. Dhe çfarë bëri policia? Ka filluar, ka hapur hetim gjoja për protestë të jashtëligjshme. Tani janë manovra që përdoren për ta mbyllur gojën, por nuk kanë për t'ja dalë, sepse jemi të vetëdijshëm që do kemi sulme, por nuk kanë për t'ja dalë sepse nuk kemi gjë për të fshehur, nuk kanë ku të kapen. Do shpikin, do na, si për shembull doli Belinda Balluku, që janë akuza të shpifje të vazhdueshme, pas nuk merren fare se nuk ja vlen, se kush më njeh dhe kush ka punuar me mua e di shumë mirë që gjoja unë jam nuk kam qenë i rregullt, por këta janë budallëqe me të cilat nuk kanë ndonjë të merrem. Unë sikur 1 euro evazion të kisha bërë, mua do kishin pushkatuar para kryeministrisë, po të kisha shkelur ligjin, kështu që ka asnjë diskutim, janë gjitha tentativa pikërisht për të mbyllur gojën, por nuk kanë për t'ja dalë.
Atëherë tjetër, pyetje tjetër gjithmonë nga Facebooku, dhe nga Instagrami në fakt, po. Atëherë është dikush që do të marrë pjesë. Atëherë, Përshëndetje, thot, përshëndetje, pse ju nuk bashkoheni me protestat e PD-s, se vetëm atëherë bëhemi shumë dhe presioni do bëj diçka. Atëherë, pse nuk i bashkohemi protestave të PD-s? Ne jemi larguar nga PD-ja pikërisht se nuk ishim dakord me mënyrën se si PD-ja ka bërë opozitën. Imagjinoni çfarë po ndodh sot. Është çmenduri. Ndërkohë që ne, ky është siç kam thënë, ky është një moment i artë për opozitën dhe për Shqipërinë në fakt, dhe opozita merret me gjithçka thjesht në këndvështrimin tim për të zhvendosur vëmendjen. Është e paimagjinueshme të dëgjosh kryetarin e Partisë Demokratike që thot disa ditë pasi Belinda Balluku ishte shpallur e pandehur, thoshte do ulemi me Tiranën të bëjmë senatin. Çmenduri është të vëzhduar në kokë. Imagjinoni, është çmenduri të diskutosh në këtë moment për barazinë gjinore, pavarësisht çështjes që është shumë e rëndësishme. Por nuk është ky momenti. Ka momente tjera për ta bërë. Apo për pikërisht për deklaratat që merren me përfaqësuesen e Bashkimit Evropian. Kjo është çmenduri. Ne sot duhet të merremi me Belinda Ballukun. Ne sot duhet të merremi me Edi Ramën. E imagjinoni çfarë po ndodh. Ktu kryeministri ka marrë në mbrojtje një të pandehur nga SPAK-u për korrupsion, për manipulim të tenderave. Dhe ndërkohë opozita thot jo, do merremi me Senatin. Do ulemi me Edi Ramën për reformën zgjedhore. Po pse reforma zgjedhore është problemi i shqiptarëve? Ky është Senati është problemi i shqiptarëve? Si mund të bëjmë? Si mundemi? Si mundemi? Aq më tepër duhet ta ndajmë mendjen. Ne jemi vetmja forcë politike që ka bërë protestë kundër korrupsionit dhe kemi shprehur mbështetjen tonë në favor të SPAK-ut dhe drejtësisë. Po si mundemi ne të bëjmë protesta me Partinë Demokratike, ndërkohë që Partia Demokratike mendon që Altin Dumani, që unë mendoj që ka bërë historinë e drejtësisë në Shqipëri, është një kriminal. Si mund ta bëjmë? Kjo është qesharake. Si mund të jesh i besueshëm me votuesit opozitar, me qytetarët që nuk duan t'ia dinë as majtas as djathtas, por duan thjesht një alternativë që mos t'i vjedhë ata? Si mund të bëhesh i besueshëm nëse sulmon njeriu që ka bërë historinë e drejtësisë në Shqipëri? Kur më përpara ishte pa imagjinueshme që të merrnin zvar kryetarin e Bashkisë Tiranës nga zyra e ta çonin në burg, sepse kishte vjedhur qytetarët shqiptar. Ishte pa imagjinueshme që numri 2 i qeverisë të shpallej e pandehur, të pezulloj nga detyra. Ishte pa imagjinueshme. Para nuk guxonin t'i thonin emrin. Jo më t'i arrestonin, jo më t'i merrnin të pandehur. Dhe në këto kushte, ku shqiptarët duan drejtësi, pas 35 vitesh pa drejtësish, pa ndëshkueshmëri, duan drejtësi, ne bëjmë armik kryesor, ne, Partia Demokratike, një pjesë e opozitës, që është një pjesë e rëndësishme, kuptohet, e opozitës, bën përgjegjës dhe akuzon Dumanin. Kjo është çmenduri, si mund të bëjmë protesta bashkë? Nuk ka shans që kjo të ndodhi. Atëherë, vazhdojmë tek Instagrami. Drejt për drejt, a ke pasur presione nga Balluku ti vetë se prokurorët kanë pas presione? Jo, unë nuk mund të themi që kam patur ndonjëherë presione, përveç rastit kur Belinda Balluku dërgoi si Zagar, më fal që them, po e ka dërguar tamam si Zagar, Flamur Nokën të më shty nga foltoria, nuk kam patur presione të tjera. Nuk mund të them që kam patur presione. Atëherë,
Zoti Shej, kur do filloni të ngrini strukturat e Partisë Mundësia nga Instagrami, pyetja. Në fakt ne kemi filluar dhe Altini e bën pyetjen, Altin të unë të ftoj të na bashkohesh, të i ftoj të gjithëve të na bashkohen, sepse nuk ka moment më të mirë për të sjellë ndryshimin më në fund në Shqipëri. Nuk ka, ky është momenti i artë për Shqipërinë. Dhe ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë, dhe duhet të kemi besim. Do na thonë që nuk bëhet, do na thonë që është e pamundur, do na thonë që s'ka asnjë mundësi që në Shqipëri të kemi një qeveri të pakorruptuar, por kjo nuk është e vërtetë. Ne duhet të punojmë që kjo të bëhet realitet, dhe kjo ka për të bërë realitet. Kjo është çështje kohe. Është thjesht çështje kohe. Është momenti të shikojmë nga e ardhmja. Ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe të gjithë shqiptarët duhet të jenë në krah të spakut, në krah të drejtësisë dhe kundër korrupsionit. Duhet të vazhdojmë mos dorëzohemi. Atëherë, vazhdojmë pyetje. Atëherë thot dikush që ka një emër. Atëherë, Moza thot, lexojmë pyetjen bashk nga Instagrami këtë radhë. Do i lutesha mos të nxitohemi se ne emigrantët i besojmë gjithçka thuhet në media. Le të presin SPAK, çfarë do vendos në fund. Respekte. Moza, SPAK-u në fakt, dhe sikur mos të bëj asgjë në këto 3 vjet, flas për Artin Dumanin që drejton SPAK-un, ka bërë më shumë se çka bëri gjithë drejtësia po ka bërë 100 fishi më shumë se çka bëri gjithë drejtësia në këto 30 vjet. Kështu që nuk kemi më çfarë të presim. Po në fakt në fillim të gjithë pristim, të gjithë na duke e pamundur, të gjithë na dukeshin arrestime apo hetime si të komanduara nga dikush, aq më tepër që kishim edhe të gjithë mediat e kontrolluara kryesisht, po jo vetëm, kishte edhe njerëz që lidhin dyshime mbi SPAK-un në mënyrë genuine, me të drejtë, sepse është drejt që të kërkosh më shumë, por pristin, por tani nuk ka më njeri në Shqipëri që mund të thotë që SPAK-u na qenë nga i kontrolluar nga Edi Rama. E gjithë kjo teori që Edi Rama kontrollon SPAK-un kundër opozitës apo kundër disave brenda maggiorancës, sepse do të heqë qafe, ditën që Edi Rama vendosi të përdorë gjykatën kushtetuese për të mbrojtur Belinda Balluku. Ditën që Edi Rama u mbyll me Belinda Ballukun 7 orë, 8 orë për të vendosur se si do ta shpëtoni nga drejtësia, çdo gjë mbaroi. Nuk ka tani që ka filluar përplasja e vërtet midis SPAK-ut dhe Edi Ramës, tani është e qartë që Edi Rama nuk e kontrollon SPAK-un dhe SPAK-u i ka bërë misionin e vet, misionin për cilin është krijuar, po i nxjerr të gjithë para drejtësisë. Ashtu siç duhesh bërë prej kohësh. Kështu që nuk kemi çfarë të presim në lidhje me SPAK-un. Unë jam i bindur që tani ka nevojë që të gjithë të mbështesim drejtësinë kundër të korruptuarve. Vazhdojmë me pyetje nga Instagrami. Atëherë, ju falenderoj për komplimentat, por do doja pyetje në fakt, ja shkruaj një pyetje. Okej. Koment, kompliment. Okej, atëherë, ja, kjo është një pyetje, të shkojmë. Kristiani bën një pyetje. Ç'kemi zoti Agron, çfarë autoriteti ka SPAK në rendin ekzekutiv? A do të ketë masa konkrete për vendimarrje? Dhe në këtë rast, si do propozoni me opozitën që të manifestoni zgjedhje të parakoshme? Sa vërtetime, akuzash duen fundja, thot. Atëherë, për protestat me opozitën fola, ne nëse ndajnë mendjen, nëse janë me drejtësinë, nëse janë me SPAK-un, pa kushte protest që nesër. Por nëse vazhdojnë me teorinë që SPAK-u është i mirë nëse i bie qeverisë, po është kriminal kur akuzon
përfaqësues të majorancës, atëherë ne nuk kemi absolutisht asnjë mundësi që të bëjmë protesta apo të dalim në shesh me Partinë Demokratike. Okej, atëherë, përshëndetje Agron, cili do të jetë qëndrimi dhe aksioni juaj politik nëse gjykata kushtetuese do të vendos kundër pezullimit nga gjykata. Ne do vazhdojmë të protestojmë, do vazhdojmë të themi të vërtetën, atë që ne mendojmë se është e vërtet, do ta bëjmë këtë kudo, do ngrem zërin, do protestojmë, do ta denancojmë këtë tentativë për të kapur spakun në parlament, në media, në rrjetet sociale, do bëjmë ç'është e mundur që të themi të vërtetën. E dim që ne në krahasim me hapësirat që kanë të tjerët, imagjinoni dje kishte debate në disa televizione ku pratikisht kishte vetëm një versioni i qeverisë. Me përjashtim të disa rasteve shumë të vogla, pratikisht e vërteta që Edi Rama po kap drejtësinë nuk ishte asgjikundi. Do bëjmë detyrën tonë, do ngulim këmbë. Unë jam i bindur që pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, unë uroj që gjykata kushtetuese mos të bëj gabimin dhe mos të diskreditohet siç bëri me vendimin për Erion Veliajn. Duhet të kuptoj dhe do kisha dashur që mos kishim qenë të vetmit që ngritëm zërin për vendimin e gjykatës kushtetuese në rastin e Erion Veliajt, se po të kishte qenë e gjithë opozita e bashkuar dhe të thoshte të vërtetën mbi skandalin e atij vendimi që donte që një i akuzuar për korrupsion të kthej në zyrën e tij, sigurisht do kishte më pak mundësi që gjykata këtë radhë të vendosi në favor të korruptuarve dhe kundër spakut. Por mund të ndodhi, s'ka dyshim që mund të ndodhi, urojmë që kjo mos ndodhi dhe nuk përjashtojmë që dhe protesta dhe përballë gjykatës kushtetuese për të treguar dhe që në mënyrë që zëri ynë të dëgjohet dhe atëherë çështja është se ja dha dhe dorëheqjen e Edi Rama bashkë me qeverinë, ato e fitojnë prap. Ka ngel fati Shqipërisë në dorë të administratës. Jemi indoktrinuar shumë keq si popull. Sara, e kuptoj pesimizmin tënd në fakt, por ndryshimi vjen gradualisht, Sara. Unë marr si shembull ti e re me sa shoh nga foto, po në Shqipëri në 91-shin kur ra regjimi, Sara, zgjedhjet e para shumë partijake i fitoi Partia Komuniste. Pastaj, një vit më vonë u bën zgjedhjet nga fillimi dhe fitoi Partia Demokratike. Për të thënë që unë jam i vetëdijshëm që ndryshimi vjen gradualisht edhe do punë, edhe nuk ka për të ardhur brenda ditës. Partia Mundësia në zgjedhjet e fundit, rezultati ne morëm pothuajse 50.000 vota në gjithë Shqipërinë, por në Tiranë morëm pothuajse 6% të votave dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë, sidomos jashtë Tiranës, morëm nuk e di 1 apo 2%. Kjo tregon që sigurisht Tirana është kryeqyteti dhe këtu dhe në Tiranë është më e lehtë që të vi ndryshimi. Por hapat idhen një nga një. Unë në jetë këtë kam mësuar, këtë kam parë. Pak nga pak kam arritur çfarë kam bërë në jetë dhe mendoj që secili për nesh ka bërë të njëjtën gjë. Hapat i ka hedhur gradualisht. Edhe në politik funksionon në njëjta mënyrë. Nuk duhet të demoralizohemi, nuk duhet të mendojmë që Edi Rama nuk mund të mundet, ka administratën, ka mediat, ka oligarkët, se gjërat ndryshojnë në mënyrë të çuditshme. Por ne nuk do të presim nga të tjerë, ne duhet të bëjmë detyrën tonë. Ishte e pamundur kur filluam Partinë Mundësia para një viti e pak, ku ishim 4-5 veta, dhe të gjithë na thonin që po bënim diçka të çmendur, nuk ishim për t'ia dalë kurrë, do na zhduknin, do na mundnin, do na vidhnin votat, do na eliminonin, po ja që morëm 2 deputet. Do na thonin që ju 2 deputet, ç'a do bëni ju në parlament 2 deputet? Po ja që 2 deputet, ne unë mendoj bashkë me punën e jashtëzakonshme që po bën Erald Kapri, unë mendoj që ne 2, vërtet që jemi 2, po bëjmë sa për shumë se 2 veta.
Kështu që është e rëndësishme është të vazhdojmë të ngulim këmbë dhe mos dorëzohemi. Atëherë, edhe pak thjesht pyetje. Zoti Agron Sheu, çfarë ju motivoi të hyni në politikë dhe si mendoni se qasja juaj si deputet i ri mund të sjellë energji të re në institucionet tona? Çfarë më motivoi? Unë mendoj që nuk ka gjë më motivuese në fakt se të merresh me politikë. Pse? Sepse të merresh me politikë, sidomos si në rastin tim ku unë në një farë mënyre kisha plotësuar ambicjet e mia në biznes dhe e kam politikën një pasion, thjesht më dua të bëj diçka, kam kënaqësi të bëj diçka, mundësisht pse jo, për një numër shumë të madh njerëzish dhe sidomos për vendin tim. Kjo nuk ka kënaqësi dhe gjë që më motivon më shumë se kjo. Kjo është arsye që më shtyn që të luftoj. Unë e di që shumë e dëgjoj shpesh edhe nga njerëz që më takojnë, më thonë, po ty ç'të duhet që merresh me politikë, por dua të merrem sepse është thjesht secili prej nesh ka nga një pasion, uroj, dhe unë kam pasionin e politikës. Për disa kjo mund të jetë një gjë e keqe, për disa është gjë e mirë, unë bëj atë që më pëlqen, për sa kohë më pëlqen ta bëj. Atëherë, Madrid Real, mos mbani shpresë te Spaku, sa i palo Spak i dha mandati Ramës, po nuk e di këtë, thot jeni naiv. Tani, nuk jemi dakord, nuk jemi absolutisht, unë do kisha dashur i drejtësia të kishte bërë më shumë në lidhje me zgjedhjet, s'ka asnjë diskutim, por unë mendoj që opozita do të shikoj pak nga vetja. Duhet të fitoj besimin e qytetarëve. Dhe ajo që ka munguar sidomos, ka qenë pikërisht besimi i qytetarëve. Zgjedhjet kanë patur shumë probleme, por nuk është Spaku problemi i Shqipërisë, nuk është Spaku problemi i zgjedhjeve në Shqipëri. Le të shikojmë mirë shtëpinë tonë, le të shikojmë mirë nëse kemi bërë gjithçka, nëse kemi propozuar njerëzit më të mirë, nëse kishim kandidatët më të mirë, nëse kishim programin më të mirë, nëse kishim njerëzit më të besueshëm. Të shikojmë mirë veten tonë dhe pastaj të vemi e të kërkojmë përgjegjës. Nuk ne ka fajin Spaku, nuk ne kanë fajin ndërkombëtarët, nuk ne kanë fajin të tjerët. Ne do të kërkojmë fajin dhe problemet të vetja jonë, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të përmirësohemi dhe të bëhemi më të besueshëm në zgjedhjet pasardhëse. Për sa kohë do vazhdojmë dhe do gjejmë problemin tek të tjerët dhe jo te vetja, nuk kemi për të përmirësuar kurrë dhe nuk kemi përfituar kurrë besimin e qytetarëve. Atëherë, ka akoma kohë për disa pyetje, po afrohet ora 7 dhe ora kur mbaron live-i. Atëherë, presim pyetjet e fundit, dhe po vemi nga fundi atëherë. Jam në 2 platforma, mesazhet janë pa fund, nuk arri, po vete nga fundi, tani vajta në fund. Atëherë, Arbër Dodaj, Zoti Agron, çfarë mund të ndez tek shqiptarët nga ty që ata të vlerësojnë votën e fitores? Unë e besoj vullnetin tënd. Unë mendoj që ajo që ka munguar është shpresa. Dhe jam besim plot dhe jam i bindur që ky është momenti i duhur. Ky është momenti që shqiptarët kanë mundësi të shikojnë dritën në fund tunelit. Kur nuk ka ndodhur, ky është një moment historik, është momenti historik më i rëndësishëm pas rrëzimit të regjimit komunist në thënjeshit. Kur më parë shqiptarët nuk kanë parë drejtësi të vërtet. Kjo është era e parë. Ky është momenti për të filluar, për të ndërtuar së bashku diçka të re. Prandaj ju ftoj të na bashkoheni, të na mbështesni që së bashku të ndërtojmë një alternativë të re. Të vazhdojmë të punojmë mbi këtë projekt politik që kemi krijuar me Partinë Mundësia. Atëherë,
sa po thash që dhe mbyllim për pak, pyetjet atëherë filluan Zoti Shej, pse shqiptarët duhet ju besojnë ju dhe idenë tuaj, çfarë ju bën ju ndryshe nga të tjerët? Tani unë mund të them shumë gjëra, po do dukej sikur do mburja veten. Unë personalisht mendoj që secili prej nesh, unë i pari, unë shoh të kaluarën e atyre që premtojnë e para, nëse çfarë ka bërë në të kaluarën, dhe si janë sjell, nëse kanë qenë korrekt, nëse kanë respektuar ligjin, nëse kanë qenë të drejtë, nëse kanë abuzuar, nëse kanë përfituar. Unë në punën që kam bërë, në biznesin që kam bërë, kam zgjedhur mos të merrem me shtetin, kam zgjedhur mos të merrem me fusha biznesi ku ke nevojë për leje nga shteti, apo ku varesh nga shteti. Jo vetëm kaq, po unë kam punuar vetëm me perëndimin sepse nuk kam dashur të përlyhem me askënd. Dhe e dyta që shoh është sa koherent është, ju ftoj të shikoni sa koherent jam unë, është Partia Mundësia me atë që çfarë koherencë ka midis çfarë thot dhe çfarë kam bërë. Drejtësinë e kemi mbështetur nga dita e parë. Siç e thash, jemi e vetmja forcë politike që ka bërë një protest kundër korrupsionit dhe në mbështetje të spakut dhe të drejtësisë. Sigurisht edhe ne kishim dyshimet tona, shpresonim, por ishim të vetëdijshëm që e ardhmja e Shqipërisë vare nga drejtësia. Nëse do kishte drejtësi, kishte një të ardhme për Shqipërinë. Nëse s'do kishte drejtësi, nuk kishte të ardhme për Shqipërinë. Dhe besuam te drejtësia dhe besimi ynë sot po tregon që kishim të drejtë. Atëherë, pyetje tjetër. Atëherë thot Victoria Jaku. A dini zoti Agron Shea që jemi lodh aq shumë me këtë politik, kaq të korruptuar, kam frikë të vinë në shtëpinë tonë, në tokën tonë dhe ta dini se me të vërtet tek ju kemi gjetë sado pak ngrosi, po prap është një tunel me pak dritë. Victoria, të falenderoj shumë për mbështetjen dhe për besimin. Unë jam mësuar ta shikoj kotën gjysëm plot dhe jo gjysëm bosh. Ju thoni ka shumë pak dritë në fund tunelit. Deri dies kishte dritë fare, Victoria. Sot ka pak dritë, por ne do të vazhdojmë të luftojmë që ajo drita e vogël t'i afrojmë sa më shumë asaj dritës vogël që të bëhet më e madhe. Çdo gjë ka një fillim, Victoria. Çdo gjë ka një fillim. Duhet të jemi besim plot. Me sa kuptoj duhet jeton jashtë ose ke jetuar jashtë dhe le ta përdorim atë pasojat e asaj fatkeqësie të kësaj të vjedhjes 35 vjeçare dhe të sundimit 35 vjeçar të korruptuarve, pasojën e largimit të shqiptarëve, ne të gjithë jemi larguar nga Shqipëria për këtë arsye, le të pasojat të jetuarit jashtë, le të përdorim eksperiencën tonë, përvojën tonë jashtë për të rregulluar Shqipërinë. Pse jo? Kjo është një mundësi e artë që kemi dhe nuk duhet dorëzohemi, duhet nuk ulim këmbë. Atëherë, 3 pyetjet e fundit atëherë, po vete gjithmonë nga fundi. Pyetje. Thot Namik Petriti, mi mbrëma zoti Shej, nuk të kam dëgjuar të flasësh për ishte për ndjekurit, nuk jam shpërblyer akoma nga klasa politike 35 vjet. Pse nuk flisni që të shpërblen dhe kur do ndodh, kanë shumë këste pa marrë respekte. Namik, më vjen keq që nuk më ke dëgjuar, me sa duket duhet të flisja më shumë, por kam folur, të garantoj që kam folur, kush më ka ndjekur më ka dëgjuar. Të përndjekurit politik janë dëmtuar dhe janë penalizuar, jo vetëm se nuk ka marrë këstet, dhe kjo është një padrejtësi jashtëzakonshme që tepër 35 vjet pasi ka rënë regjimi komunist, por të përndjekur politik është dëmuar edhe një drejt tjetër, po aq e rëndësishme, që janë pronat, që kryesisht kanë qenë pikërisht ata të cilët nuk kanë patur mundësinë të marrin pronat e tyre. Dhe ky është një skandal i vërtet. Dhe unë nuk do lodhem duke thënë që për pronat duhet të vazhdojmë të luftojmë, sepse
pronat e drejta e pronës nuk shuhet. Dhe kjo është një nga çështjet që kur kjo klasë politike mos tjetë më në pushtet, ne duhet t'japim drejtim dhe do t'japim drejtim. Nuk duhet të duket e pamundur për tu zgjidhur. Nuk është e vërtet. Mase nuk ta zgjidhim 100%, por sigurisht ka akoma për të bërë, ka akoma kohë, ka akoma mundësi për të bërë, sepse këta po vazhdojnë dhe po e vjedhin. Shikoni çfarë po bëjnë me paketën e maleve. Është një mënyrë tjetër për të vjedhur tokat e pronën private të qytetarëve shqiptar. Pyetja e fundit. Atër shok komplimente, po më duhet i gjej një pyetje. Se thash. Atër. Agrona, beson ti se i të i kthejnë kundra Ramës ata prokurorë që ai veti ka vendosur, beson vërtet apo e thua për politikë? Respekte nga Vlora. Kristi Dema. Atër, të falenderoj shumë për pyetjen, Kristi. Atër, unë nuk besoj, Kristi, që të gjithë prokurorët janë të kulluar. Unë nuk besoj që janë të gjithë të pakorruptuar dhe të gjithë të ndershëm. Unë besoj që Spaku ka treguar, nuk është besim i verbër i imi dhe naiv. Unë shoh faktet dhe i ftoj të gjithë të shikoni faktet. Prokurorët që kanë quar para drejtësisë politikanët e korruptuar si kur më parë, janë njerëz të pavarur. Nuk varen nga Rama, nuk drejtojnë nga Rama, por përkundrazi, po vuajnë pasojat e vendimeve të tyre. Ju nuk e keni iden se çfarë do të thotë të luftosh korrupsionin në Shqipëri. Ju nuk e keni, në asun, asnjë nga ne, nuk mund të imagjinoj se si sulmohet në Rogoz prokurori apo gjykatësi që vendos të marrë një masë sigurie kundër Belinda Ballukut, apo të hetoj Belinda Ballukun, apo Erion Veliajin. Vetë Dumani ka thënë që janë kërcënuar, ka thënë që janë zbuluar dhe atentate, dhe këto janë fakt lajme që unë kisha dëgjuar edhe pa e dëgjuar publikisht nga goja e Dumanit. Kështu që duhet të jemi të vetëdijshëm që sigurisht nuk janë gjithë përsosur, sigurisht ka dhe prokuror që janë të drejtuar nga Rama, por ata që po arrestojnë ministra, deputet, kryetar bashkie, ata nuk mund të jenë të kapur, po tregojnë me fakte që nuk janë të kapur nga Rama, por kjo nuk do thotë që janë të gjithë të përsosur dhe të kulluar. Kjo ishte pyetja e fundit. Unë ju falenderoj shumë për pyetjet tuaja, ju falenderoj që më ndoqët dhe ju ftoj të flasim vazhdimisht, sigurisht erën tjetër edhe unë do jem pak më i shpejt në përgjigje dhe në menaxhimin e live-it. Falenderit shumë atyre që na ndjekin, na ndoqën në Facebook dhe shumë falenderit të gjithë atyre që na ndoqën në Instagram. Falenderit.